Përshëndetje të nderuar miqtë e mi të kanalit Historiete, ja ku po vazhdojmë të takohemi me histori, të cilët shqiptarët vendosin që t'i ndajnë, të rrëfejnë dhimbje, momente të bukura, trishtim, gëzim, deri tek ato më të rëndat që në jetën e tyre i kalojnë. Dhe sot do të ndalojmë tek një rrëfim shumë i dhimbshëm, tek një rrëfim që fatkeqësisht në shumicën e familjeve shqiptare ka qenë, është dhe do vazhdon të mbetet i pranishëm, sepse ky zë, sado që të flasim, nuk ndalet kur. Na ka shkruar me shumë dhimbje dhe kisha dashur që ta ndëgjoni deri në fund historinë, se më besoni, është shumë e prekshme. Nuk e dija se çfarë ishte frika, derisa fillova të kuptoj botën. Dhe e kuptova jo në ndonjë rrugë të zakonshme, por një fëmijë 4 apo 5 vjeç. Por në mënyrën më të errët, duke u fshehur nën tavolinë ndërsa muret e shtëpisë dridheshin nga britmat e babait tim. Nuk e kuptoja atëherë pse mami rinte ulur për orë të tëra, duke qarë në heshtje. S'dija pse kishte shenja të zeza në fytyrë apo buzën të qarë. Por ndjeja gjithçka, qaja edhe unë në heshtje, sepse trupi im i vogël nuk dinte të fliste, por shpirti e dinte atë të vërtet të hidhur shumë herët. U rita në një shtëpi ku fjala e mashkullit ishte ligj. Një baba autoritar, që me një shikim të ngurtë e mbyste çdo mendim, dhe një nën që mësoi të jetonte duke heshtur, për të mos nxitur më shumë zemërim, për të mos u kthyer në shënjestër të dhunës që nuk njihte as arsye e as kufi. Kur isha 16 vjeç, për herë të parë zëri im e theu heshtjen. Ishte një mbrëmje si shumë të tjera, ku një gjë e vogël u kthye në breshëri të ofendimeve. Mami kishte derdhur ujë pranë derës së banjos. Vetëm kaq. Dhe për babin, kjo ishte arsye të ngrihej përsëri ajo dorë që gjithmonë gjente rrugën drejt fytyrës së saj. Por atë ditë, unë nuk qëndrova më si spektatore. I thira me të gjitha forcat, mos e prek më mamin. Ai më pa, më i befasuar si kur më parë. Si guxoja unë, vajza e vogël, e dashura e tij, të kthehesha kundër, më gjuajti edhe mua. Por nuk kishte më kthim pas. Për herë të parë, ndaloi. Vitet kaluan. Në shtëpi kishte ende debate. Por dhuna fizike ndaj mamas sikur u shua. Ose kështu mendova. Derisa erdhi dita kur unë, vajza që dikur vetëm dëgjonte, u bë vetë viktima e dhunës. Isha rreth 22 vjeç. Pas punës, shoqërova një mikesh në spital. U vonova pak. U ktheva në shtëpi rreth orës 6. Nuk më shkoi mendja kurse po përballesha me një tmerr të ri. Sa po hapa derën, zëri i njohur, ai zë që dikur më bënte të fshihesha, shpërtheu si një urragan. Fjalë fyese, akuza, thirrje që si mbante dot trupi i tij. U përpoqja të shpjegoja, por nuk pati kohë për fjalë. Vetëm grushta, vetëm goditje, më mbeti në mendje shikimi i fytyrës sime në pasqyrë më vonë. Si i nxyrë, buzë e qarë, por dhimbja më e madhe nuk ishte fizike, ishte në shpirt. Dhe ajo dhimbje më mbyti më shumë se çdo dhunë që kisha parë unë ndonjëherë. Mbeta me telefon në dorë, e dridhur duke u menduar, a të marr policin apo jo. Por jo.
Nuk bëra asnjë gjë, sepse ky është realiteti ku ne jetojmë. Çfarë do më thënë konshint? Si ta çoj baban tim në burg? Pse ta turpëroj familjen time? Këto pyetje më vranë më shumë se dhuna dhe nuk bëra asnjë gjë. As atë ditë e as ditët që pasuan. Sot gjithçka duket normale. Në shtëpi nuk ka më britma, nuk ka më goditje. Por e dini çfarë? Plagët e heshtjes nuk shërohen lehtë. Dhe friga është ende aty. Më frikson e kaluara, por më shumë më frikson e ardhmja. Më tromb ideja se mos një ditë edhe unë, ashtu si nëna ime, mund të bëhem viktim e një dashurie të dhunshme. Jo nga dora e Timati, por nga dora e një tjetri që mund të më doj e më pas të më copëtoj. Kam nisur të dua veten, kam nisur të flas. Dhe po, edhe pse urej atë që më ka bërë babai, është ende babai im. E dua por jo më si dikur. Më theu, më zhgënjeu, më la plak që nuk i mban as koha e as arsyetimi. Dhe kjo është më e dhimbshmja që unë po përjetoj. Në fakt, në fillim të kësaj letre, të këtij rrëfimi që unë dua të falenderoj patjetër Eltonën, e cila e ka ndarë me mua këtë histori, sot është gjithçka bukur te ato, sepse Eltona është në moshë më të rritur shumë, por fenomene të këtilla kanë ekzistuar sidomos në familjet shqiptare, kanë qenë më të pranishme sepse ka qenë kjo frika e bashkëshortes të denoncoj burrin sepse pala e saj, në këtë rast familja e ka fillimisht e ka paragjykuar. Sepse po se përjetove vetë, duket një diçka shumë e thjesht, po se njeriu ndryshon. Po njeriu nuk ndryshon. Njeriu nuk ndryshon sepse ai e ka shpirtërore atë gjë. Ai është rritur ashtu, është mësuar ashtu dhe duhet çdo njeri, çdo burr duhet ta merr shembull këtë fenomenin që ti ke nën vet, po t'ja bënte dikush nënës tënde këtë gjën që po ja bën ti kësaj grua, si do ishe ndjerë? Që këtu duhet të merren gjërat bazë. Dhe mua më vjen keq që edhe sot e kësaj dite, kur unë flas këtë temën që është shumë e ndjeshme, më besoni që ka shumë gra që jetojnë me fenomene të këtilla, apo që nuk dua të përdor gjuhë të rrugës, me kafshë të këtillë në shtëpi. Sepse janë njerëz që ndikohen nga mentaliteti, janë njerëz që ndikohen nga kultura, janë njerëz që ndikohen nga thashethemet, dhe të gjitha të inatin mblefin e nxjerrin tek bashkëshorti atyre duke rrahur goditur, duke shqetësuar familjen, sepse është i vetmi ushqim që ato i mban të gjallë. Dhe këto fenomene duhet ndaluar. Prandaj ju zonja të nderuara, që përjetoni raste të këtilla, që përjetoni përjetime të këtilla, mos qëndroni as një sekond. Ne një herë kalojmë në këtë univers. Të paktën këtë një herë që kalojmë, le të jemi zot të vetes tonë dhe le të mos tolerojmë asnjë njeri të luaj rolin e Zotit në jetën tonë, sepse nuk ka asnjë fuqi më të madhe se ti. Përkundrazi, në këtë rast ti je më e fuqishme që duron trysnin dhe dhunën e atij, që ty po ta bën këtë dhunën. Dhe reflekto. Reflekto dhe kërko të drejtën tënde dhe jeto dhe mos ju nënshtro askujt, sepse askush nuk ka të drejtë mbi gjën tënde që Zoti ta ka falë në këtë univers.